Pyetja tjetër hoxh, selam aleikum për hoxhën e ndëruar, Allahu ju shpërbleft. Nëse dikush prej muslimanëve na pyet kur kërkon dorën e një motre, ose një motër pyet për një vëlla i cili kërkon dorën e saj. A duhet të tregojmë nëse i njohim nga jashtë cilësitë e tyre, qofshin të mira apo të këqija që kanë, apo duhet t'i tregojmë vetëm cilësitë e mira që i njohim duke u ambuluar të metat, Allahu i nderuar. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk lejohet nëse të pyet dikush për dikën, për martesë, nuk lejohet me amsheft meta. Nuk lejohet me rrejt. Edhe nuk është se vapë që shmelojnë disa që në rrejt që në të banë bashkë. Nuk është e vërtet. Pse s'është e vërtet për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet për dikën për sahabive, e ka pyet për martesë, ka thonë është burr i mirë ama i rregullt. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cilësinë që e ka. Është musliman i mirë. Ama është të dushme ditë që atë ka nere kërse të upra. është e dina, a shkon, a nuk shkon, ajo është që për ty. Nëse nuk donë me e kalzuar të metën, atëre e pak çka është mëshme me bo, me thonë, mu mësë më bëjtë. Po jo me rejtë, me thonë, a njeri për makia ka 100 probleme, edhe zakonisht pasaj shkurozimet ndodhin, për shkak se s'kan kallzuar drejt kanë martesën në fillim. Se s'kan zënë drejt Allah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua, Allahu mos e rosh bereqet në tregti atij i cili si ka zënë të metat e mallit vetë që e ka. Tregtia i madh fundi do kërë i prishket për gjë. Do të burri munafik. Kjo është masanen problemet jetësore vinë. Besimtari kur qëtë në treg diçka, e ka një madhë që e ka një defekt, e ka për detyrë me thonë, qëre kjo është që kjo, qëtë defekt që nuk duket e ka. Ta shtja a merë me qëtë defekt, a se merë, ajo është qështje për ty. Ta shtojnë, lasnija, pa përbona me kalzura, nësë muna me shqikur, se ata, jo që si kalzën defektet, pa ata rëngjës, Allah ka të se, vallohe, nuk është të vërtet që nuk mund është me fitue duke quër në vend sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash për artikujt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar me kallëzuar të metat. Martesa është shumë më e rëndësishme se sa një artikull në pazar. Në pazar që ka bo, ai njëri millën e ka qitë lartë me ujë për marrë maron, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men ghashana falaysa minna. Kush në mashtron neve, nuk është për neve. Më thonë nuk është për neve, në këtë rast, ne nuk jena mashtrues që është ai. Edhe martesë. Duhet me i kallzu ky vetë, duhet me i kallzu defekte, po tash ai s'kallzon. Kur të vetën, dikush duhet me kallzu drejt. Nëse e din. Nëse nuk do me kallzu drejt, duhet mos me fol. Po nuk duhet me thonë atina që këtë mirë është ti martau, se kjo është masanena mashtrim. Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend disa defekte në martesë kur ka kërkuar dikush. Atëra ajo është me e përmend defekte nëse e dim, pastaj nëse s'do me përmend defektin s'do na përfshish të çështje se tash dinë edhe vëllazit ka thonë ama kishë prish punën, po s'ta do prish Allah punën se ti e kije që defekt se unë s'ta kam gjitë ti e kije çta. Po nëse s'do më shkuan që nivel, ata ka thua, nuk vetë dikën tjetër, nuk unë s'mund me thonë përgjigje Allahu.